Prioritet numër 1 do të jetë sigurimi i ujit të pijshëm, sepse banesat në pej po hapin bunar dhe nuk e meritojnë banesat me qenë me bunar nëpër pej. Do të jetë ndërtimi i këtij toboganit e kam pas ëndër ka erdhë dhe besoj që do të mund të realizohet. Unë si kandidat i pavarur kam marrë këto duke u bazuar në planet reale. Planet reale do të më qenë të bazuar në buxhet. Sipas ligjeve që janë fuqitë financave, komuna Pejës është dashur 40-60 milion për 4 vite të ardhshme buxhet. A e kemi në realitet? Jo, nuk i kemi 60 milion në realitet, sepse 10 milion kryetari aktual ka hyrë në obligime kontraktuale. Nuk po them se nuk janë obligime, që janë obligime jo ligjore, mirë po kryetari në farforme ka shpenzuar paraprakisht buxhetin e vitit të ardhshëm dhe na kanë mbetë 2 milion të lira. Si prioritet jemi, domethënë për mandatin 4 vjeçar, prioritet numër 1 do të jetë sigurimi i ujit të pijshëm, sepse banesat në pej po hapin bunar dhe nuk e meritojnë banesat me qenë me bunar nëpër pej, vendi ku ka burime më të shumti. Kthimi i rrugëve 4 kërsi, hymja prej Pejës edhe gjithë rrugë tjera ku ka mundësi do të kthehen 4 kërsi. Impianti i trajtimit të ujrave zeza për fshatin Vetëmëric ekskluzivisht sepse atje është krijuar një pejë e dytë. Rritje subvencioneve bujqësi 100%, rritje subvencioneve në sport 100%, përmirësimi i kushteve në shkolla dhe decentralizimi i buxhetit nëpër shkolla. Do ta kenë buxhetin e vet shkollat, jo si tash zyrtarën financave më shpenzu buxhetin e shkollave aktualisht është. Zhvillimi i turizmit në rrugov, respektivisht presion ndaj qeverisë tashme për hapjen e pikës kufitare në Çakër. Ktu duhet dal konkret, unë në vitin e kaluar kam bënë një thirrje publike që të hapet kjo rrugë. Kur në kandidati im nga vendosja kish dalë me një postim Facebook dje dhe kish kërkuar që tashme të hapet kjo rrugë, mirë po dosh më para 4 viteve. Populizmi e shkatroi pen dhe e kalon mbas. Çka ka peja me bërç, as qeverisë qendrore, as lokale që të ketë populizëm dhe të bllokohet. Si edhe 2 premtime tjera për rrugov, do të jetë ndërtimi i këtij toboganit e kam pas ëndër ka erdhë dhe besoj që do të mund të realizohet, edhe nikosisht kthimi i shkollës së Drelajve dhe shkollës së Haxhajve për autokamping.